Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të trafikut urban Qendrim Vitia ka thënë se ndërmarrja përgjatë 9 muajve të parë të këtij viti ka bilans pozitiv financiar. Megjithatë, punëtorët të martën protestuan për të dytën ditë me radhë, për shkak se siç thanë nuk i kanë marrë pagat që 7 muaj. Trafiku urban të hyrat i gjeneron në 2 mënyra: përmes një marrëveshje për shërbime publike që e ka me komunën e Prishtinës, ku kompensohet për kilometrat e kaluara gjatë bartjes së udhëtarëve, e gjithashtu arkton mjete edhe nga shitja e biletave. Kryeshefi Vitia e ka shpjeguar formulën e subvencionimit nga komuna. Nëse trafiku urban hipotekisht i kalon 100.000 kilometra, shembull është, dhe paguën pavarësisht 2.5 euro për kilometër, që i bjen i faturojnë komunës 250.000 euro. Në këtë rast, në një muaj respektiv, na i marrën 100.000 euro të hyra nga bileta, na në faturë e zbresim këllëbet dhe e faturojnë komunën veç 150.000 euro. Kjo formulë subvencionimi vlen edhe për operatorët privat që kryejnë shërbime të bartjes së udhëtarëve në kryeqytet. Vitia tha se nga janari në tetor, ndërmarrja ka të hyra 7.370.000 euro, ndërsa shpenzime 7.089.000 euro. Bazuar në këtë, ajo ka bilans pozitiv, duke e llogaritur edhe borxhin prej 2.7 milion euro që tha se komuna ja ka ndërmarrjes. Raporti vjetor i aktiviteteve të trafikut urban tregon se vitin e kaluar ndërmarrja pati 4.5 milion euro të hyra nga komuna përmes marrëveshjes, 4.2 milion euro nga shitja e biletave dhe 210.000 euro të hyra të tjera. Gjithsej kjo ndërmarrje arktoi rreth 9 milion euro, ndërsa shpenzoi 8.2 milion euro. Nga tetori, muaj kur u organizuan zgjedhjet lokale, përmes një vendimi kryetari Përparim Rama liroi nga pagesa për bilet punonjësit shëndetësor të institucioneve të kryeqytetit, stafin arsimor dhe ata të administratës së komunës së Prishtinës. Gjithashtu nga pagesa u liruan nxënësit dhe studentët. Vitia tha se këto vendime nuk kanë pasur ndikim në performancën financiare të ndërmarrjes. Realisht, kjo vendimet për lirim nga pagesa nuk ndikojnë në performancën financiare të as trafikut urban as të operatorëve privat, sepse e hyra kryesore edhe trafikut urban edhe operatorëve privat është hyra nga kontrata për shërbime publike që ka trafiku urban edhe operator privat në komunën e Prishtinës. Në tetor u shtuan edhe linjat e shërbimit për bartjen e udhëtarëve, por Vitia tha se krijimi i linjave të reja është bërë me kontrata me kompanitë private. Komuna e Prishtinës, ashtu si ajo e Gjilanit dhe Zubin Potokut, ka mbetur me llogaritë të bllokuara, pasi buxhetet për vitin 2025 nuk janë miratuar me kohë në kuvendet komunale, ndërsa shkaku i ngërçit në kuvent, ato nuk janë përfshirë në buxhetin e shtetit. Për këtë arsye, komuna nuk ka qasje në mjete dhe nuk mund të kryejë pagesa, përfshirë obligimet ndaj ndërmarrjeve publike.